is, of course, Zeus in disguise, the king of the gods, who will carry her away to a land from which she will never return. There is something hauntingly familiar in this myth, a resonance that feels all the more acute in the times we live in. Maybe it's because more than being a character or a fixed identity, more than the labels of West or East, liberal or conservative, nationalist or socialist, Europe is a journey. And suddenly the journey has become much harder. Highly distinguished guests and very dear friends, trust me, I struggled to find the right words to express my delight in hosting this European Political Community Summit here in Albania. It is truly në Shqipëri është vërtet një nder I jashtëzakonshëm për të gjithë pendin tim, për të gjithë popullin shqiptar që t'ju mirëpres në këtë vend, të gjithëve. E në këtë shtëpi të ndërtuar enkas për komunitetin politik evropian në Tiranë, ku nuk jeni të rrethuar nga makthet e Europës në pikturën e rilindjes e as nga zbrastia e një hapësire të përkohshme takimesh. Jeni të rrethuar nga imagjinata e fëmijëve shqiptar për Europën. Kjo ishte një zgjedhje e qartë për ne, sepse ëndrat e fëmijëve kur nuk mbahen peng nga mitet e së shkuarës. Në të kundërt, ato ëndrojnë të ardhmen. Dhe shumë të ngjashme me qëra fjala me ëndrat e etërve themelues të Europës. Në fakt keni ardhur në një moment mjaft domethënës në këtë vend, ku kemi mësuar ta shohim të shkuarën përmes syve të së ardhmes, e jo më ta shohim të ardhmen me sytë të së shkuarës. Në fakt, mbritja juaj vijon një fushat zgjedhore ku Europa ka qenë më e pranishme se kurrë, jo si një çështje që krijon dasi, por si një deklaratë e përbashkët, e pretendimi përbashkët identiteti, jo si një listë politikash, por si një përgjërim I thellë për përkatësi, jo si një grup e grumbull detyra shtëpie, por si një fat I bashkëndar. Ja pse është kaq kënaqësi që fushata u përqendrua te këto fjalë. Europë, identitet, përkatësi, e identitet fitoi më shumë se 52% të votave. Për mikun tim të dashur këtu, Kier, ishte një rezultat mjaft I ngjashëm me referendumin e Brexitit, por me role të përmbysura. 52% për ne për të mbetur, apo në rastin ton për të bashkuar. Po aty ku nuk ishte krahasim, ishte 48% dëshi I mbetur I votuesve. Ata nuk janë euroskeptik. Jo, janë thjesht euro-optimist të pa informuar, të cilët